Selvia dhe Shpat Kasapi dikur ishin njëri nga çiftet më të mira të showbizit, mirë po si duket çifti tashmë i ka ndarë rrugët e tyre. Në një reagim direkt për ndarjen e tyre, Selvia në Insta Story shkruan: "Nuk kam folur asnjëherë publikisht për ndarjen me Shpatin, por e shoh që njerëzit kanë kaluar çdo kufi që unë mund të toleroj. Unë dhe Shpati jemi të ndarë prej më shumë se 6 muajsh. Çdo gjë që bëjmë është vetëm për Roelin dhe mirëqenien e një engjëlli që në këtë mes nuk ka asnjë faj. Nuk kemi më në plan të jemi çift. Sado e dhimbshme të tingëlloj, ndoshta për ne ky është vendimi i duhur. Shpatin e respektoj në maksimum dhe për mua ai do të mbetet njeriu më i afërt në jetën time, sepse kemi ndarë një copë bukë dhe kemi një fëmijë bashk. Jemi shok të mirë dhe përpiqemi që askush të mos lëndohet. Ajo që më pengon më shumë janë njerëzit që kanë kaluar çdo limit me mesazhe, komente dhe shtirjen sikur jam unë. Çdo cenim i privatësisë do të ndiqet ligjërisht. Gjithçka është lënë në duart e organeve kompetente. Çdo profil fallco posesiv që na ndjek çdo hap do të merr dënimin e merituar. Ju lutem, respektoni vendimin ton dhe vazhdoni me jetën tuaj. As 0.1% nuk dini pse ne nuk jemi bashk." Dhe po e dëgjova këngën e fundit të Shpatit. Ju uroj me zemër suksese. Secili shpreh ndjenjat në mënyrën e vet. Arti është mënyra më e bukur për ta bërë këtë. Unë ju uroj gjithë të mirat dhe shpresoj që muzika e tij të prekë zemrat ashtu siç ka prekur dikur timën. Përfundon reagimin e saj në këtë mënyrë Selvia e Shpatit.